Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbuloni se çfarë shkakton kafja turke në trupin tuaj dhe kush nuk duhet ta konsumojë. Tashmë e dim që kafja ka vlera të pasëvendësueshme shëndetësore. Kafja ka mira minerale të ndryshme të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit tonë. Por, a e kishit menduar ndonjëherë se cila kafe është më e shëndetshme? Në shtëpinë tonë, kafja turke është një nga shoqërueset e përditshmërisë. Vetëm kur jemi në lëvizje ne duhet të mjaftohemi me kafen ekspres. Madje askujt nuk i ka shkuar në mendje për të zëvendësuar kafen turke me ndonjë lloj tjetër. E keni menduar ndonjëherë nëse merrni të njëjtat vlera kur pini një kafe ekspres si edhe kur pini një kafe turke? E vërteta është se jo të gjitha llojet e kafes kanë të njëjtat vlera. Ndryshimet mes kafes turke dhe asaj ekspres. Kafeja turke është ajo e cila ka një përqendrim më të lartë të vlerave të bimës së kafes, pasi përgatitja e saj ka një hap, bluarjen e kokrave të pjekura të kafes dhe zierja e tyre me ujë. Ndërsa kafeja ekspres kalon në disa procese të tjera. Ndryshimi i parë është koha e pjekjes së kokrave të kafes. Kokrat e kafes piqen më gjatë dhe më pas shtypen dhe siten për të prodhuar kokriza në madhësinë e rërës. Më pas, përgatitja në makinetat e ekspresit bën të mundur largimin e dy mineraleve të cilat gjenden tek kafeja, kafestoli dhe kaoliani, dy mineralet yndyrore të cilat gjenden tek bima e kafes, të cilat janë po aq të rëndësishme sa edhe antioksidantët. Kush nuk duhet që të konsumojë kafe turke? Për njerëzit të cilët vuajnë nga kolesteroli i lartë apo që kanë në familjen e tyre raste të sëmundjeve të zemrës, këto dy minerale janë vërtet të dëmshme. Sipas studimeve të fundit kanë vërtetuar se këto dy substanca tek persona të cilët vuajnë nga kolesteroli i lartë rrisin dukshëm rrezikun e bllokimit të arterieve, duke përkeqësuar dhe shëndetin e zemrës pasi ajo nuk furnizohet me gjakun e nevojshëm. Pirja e kafes turke tek këta persona rrit të dukshëm nivelin e kolesterolit me 10%, duke qenë se kafja turke përmban 7,2 mg të kafestolit dhe 5,4 të kaolianit, ndërkohë që kafja ekspres gjithashtu përmban vetëm 1 mg nga kjo substancë. Kjo për ekspertët është një dhënë e dobishme, pasi tregon se njerëzit të cilët vuajnë nga kolesteroli duhet që të konsumojnë më shumë kafen ekspres. Për njerëzit të cilët nuk kanë probleme, kafja turke nuk përbën rrezik. Cilët nuk duhet që të konsumojnë kafe turke? Tashmë e dim që kafja ka vlera të pasëvendësueshme shëndetësore. Në këtë artikuj ne do të paraqesim efektin e saj në shëndetin e organizmit në tërësi dhe parandalimin e shumë sëmundjeve të trashëgueshme. Kafeja ka mira minerale të ndryshme të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit tonë. Por, a e kishit menduar ndonjëherë se cila kafe është më e shëndetshme? Në shtëpitë tona, kafja turke është një nga shoqërueset e përditshmërisë. Vetëm kur jemi në lëvizje duhet të mjaftohemi me kafen ekspres. Kafja turke është ajo e cila ka një përqendrim më të lartë të vlerave të kafes. Mirë po, gjithmonë duhet t'i përmbajeni shëndetit tuaj dhe se si trupi juaj reagon kur ju e konsumoni atë. Gjatë shekullit të 17, pirja e kafes dënohej me vdekje. Në atë kohë besohej se kishte efekte të cilat të ndryshonin mendjen. Për fat të mirë tani ne mund të pim kafe sa të duam dhe shumëshmëria e përbërjeve që përmban
është provuar se ndihmojnë shëndetin tonë, por ka ende shumë studime rreth saj se sa kafe është e sigurt për të pirë gjatë një dite. Por, sa filxhan kafe janë të mirë për trupin tonë dhe sa janë më shumë se ç'duhet. Sasia e duhur e kafes e ndihmon në zemrën tuaj. Një grup shkencëtarësh nga Gjermania ka zbuluar se kafeina bën që qelizat në enët tona të gjakut të reagojnë në një mënyrë të caktuar. Përmirëson mënyrën e funksionimit të këtyre qelizave dhe i bëjnë ato që të performojnë ashtu si të reja. Studiuesit besojnë se sasia optimale e kafes që na duhet për ta mbajtur zemrën më të re për më gjatë është 4 filxhan në ditë. Konsumatorët e kafes jetojnë më gjatë. Gjatë viteve studiuesit kanë vërejtur se konsumuesit e rregullt të kafes kanë më pak të ngjarë të preken nga kushte të ndryshme shëndetësore. Lista përfshin sëmundjet e zemrës, goditjet në tru, lëndimet, problemet shëndetësore, sëmundjet e frymëmarrjes, infeksione dhe diabetin. Një studim masiv i 400.000 njerëzve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbuloi se njerëzit të cilët pinë kafe çdo ditë kishin më pak të ngjarë të vdisnin nga ndonjë shkak se sa njerëzit të cilët ndërpresin kafeinën. Por mos e teproni, njerëzit të cilët pinë rregullisht shumë kafe munden që të pësojnë disa ndërlikime shëndetësore. Pirja e më shumë se 6 filxhanëve ekspres çdo ditë mundet gjithashtu që të rrisë rrezikun e sëmundjes së zemrës deri në 22% sipas një studimi. Çfarë e bën kafen tuaj jo të shëndetshme? Nëse jeni duke pirë më shumë se 6 filxhan kafe në ditë, nuk është vetëm kafeina ajo e cila mundet që të jetë e dëmshme për shëndetin tuaj. Shumë adhurues të kafes ngarkojnë pijet e tyre me sheqer dhe krem të cilat shtojnë kalori dhe yndyra, të cilat nga ana tjetër munden që të shkaktojnë komplikime serioze të mundshme shëndetësore. Është e vërtetë që sasia e duhur e kafes të zezë zvogëlon gjithashtu rrezikun e diabetit, por duke shtuar kështu ëmbëlsues, krem dhe aromatizues, munden që të rrisin nivelet e sheqerit në gjak. Duhet të keni parasysh që kafja nuk është burimi vetëm i kafeinës, mund të gjendet gjithashtu në çajra dhe në ushqime të tjera. Një nga gabimet edhe më tepër të zakonshme që ju bëni duke pirë kafe është fakti që ju e pini atë që në mëngjes. Të pish kafe që në 7 të mëngjesit nuk është diçka e mirë. 2 orë pasi ju jeni zgjuar, niveli i kortizolit, hormoni i stresit, është shumë i lartë dhe kjo ju jep juve energji në një mënyrë tepër të natyrshme. Për këtë arsye, ekspertët mendojnë se koha më e mirë për të pirë kafen e parë është nga ora 10 deri në 12 të paradites, atëherë kur niveli i kortizolit nisë dhe të bjerë. Duke e pirë në këtë orarju do të shfrytëzoni energjinë që ju jep vetë trupi dhe do e ruani kafeinën për atëherë kur të keni me të vërtet nevojë. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.